Miqtë mi, përshëndetje. Ju flas nga Tirana, nga periferia. Ju flas nga Kodër Babru. Këtu qeveria ka projektuar për të ndërtuar një fabrikë që do të prodhoj municione luftarake. Përmes kompanisë shtetërore Kajo. Tani kjo është një kompani e formuar së fundmi, ku qeveria zotohet që përmes kësaj kompanie, jo vetëm të prodhoj arsenal ushtarak, por këtë ta bëj edhe në partneritet me të huajt, madje ka bërë edhe një marrëveshje me izraelitët. Tani, ky ka qenë një ish repart ushtarak, i cili kishte dalë nga funksioni 2 vite më parë. Dhe toka ju ishte kthyer pronarve. Por 2 vite më pas, qeveria le të themi shpik këtë fabrikë ushtarake që ndodhet në zonë të banuar. Shikoni ku është reparti, shikoni sa afër është objekti i parë i banimit, 4x4, nuk e di, është apo s'është 50 metra nga rrethimi. Ndërkohë që mbas t'i vjen objekti 2, 3, 4 e kështu me radhë. Është një zonë shumë e banuar. Janë me mijëra banor që jetojnë në një distancë maksimale 1 kilometër nga rrethimi. I kemi kushtet dhe i kemi mundësit që të ndërtojmë një industri e cila brenda kësaj dekade të na jap edhe një kapacitet të ri të fitimit në aspektin financiar për të reinvestuar në forcat armatosura dhe për të reinvestuar në jetën e vendit. Më vjen shumë mirë që sot kemi dhe një ekip që është ndërtuar pikërisht për këtë. Kemi ardhin që tim, por që i kemi besuar drejtimin e Kajos, që është ndërmarrja jonë e re kombëtare e prodhimit. Ardhja ushtrisë këtu ka indinjuar banorët sepse ata e kanë parë me rrezik këtë fabrikë, duke kujtuar, sepse e kemi në memorien tonë kolektive, shpërthimin e famshëm të Gërdecit, ku mbetën të vdekur 26 persona dhe u plagosën mbi 300 të tjerë. Ndërkohë që këtu po flasim për një qytet urban, pra ne jemi në një zonë urbane, siç është Babruja, që është e populluar njësoj si e gjithë periferia e Tiranës, me mijëra banorë të cilët janë vendosur të ardhur nga rrezet, po edhe vendalin që kanë ardhur nga fshatrat afër Tiranës. Tani, unë këtu kam disa banor faleminderit që jeni me mua sot. Që na ndihmoni, na respektoni. Faleminderit. Tani, si lindi kjo? Ë? Kjo ide me thënë deri ka lind. Po, kjo ka lind domethënë ke parasysh edhe ne u habitëm domethënë kur erdhën vonë 2 letra këtu ke vendroja, vonë 2 letra. Edhe pam ato letra, pastaj të nesmen në momentin që dam intervistë me këtë gazetarin Osman Tafa, të nesmen këto sollën polici ushtarake, polici shteti, ke parasysh të tjera. Po thoni që fillimisht erdhën vunë vetëm letra. Po, vunë vetëm letra, vunë letra duke vendroja. Pastaj në momentin që dam intervistën e që dam intervistë të nesmen erdhi policia ushtarake, firma Kajo. Edhe thanë që me VKM dhe ja kemi kalu firmës Kajo. Po, vendim. Kur ka ndodhur kjo? Po kjo domethënë që nga intervista parë dhe intervista dytë domethënë që e ka marrë kjo firma rreth 1 muaj, a kupton? 1 muaj përpara. Po 1 muaj përpara. Pra deri para 1 muaji ju nuk dini që këtu do bëhet fare, fabrikë. Absolutisht fare. Mirë që nuk dinim gjën e fare. Mirë që dinim gjë. Po këtu kanë ardhur gjithë policia e shtetit, e gjithë policia ushtarake, ne kërkojmë nim policisë shtetit plot fuqishëm zonë tani mos jemi në rrezik, ai bën patrullë policisë në favor të firmës Kajo. Kjo është më e fortë, ne si qytetarë, si komunitet, si janë dhe njerëzit në punë, ne kërkojmë ndihmë nga policia e shtetit. Policia e shtetit domethënë na bën neve policin për shembull që më na përzon. A imagjino do çfarë bëhet apo jo? No, kjo është një rrezik i madh për banorët, a më kupton? Shive më sa janë shtëpia ta, ja. Ja shtëpiat. 5 metra larg shtëpia këtu. Mirë kjo. Shtëpi i ka quaj piketën roz dritarës shtëpisë tjetër për mishëm edhe shtëpinë. Të kjo shtëpia këtu? Po kjo shtëpia këtu, ja shtëpia këtu. Po, i ka ngul kujin. Mirë kjo, ke parasysh. Ja, shtëpia tjetër vila këtu, a kupton? Ne rrezikohemi si banor, si komunitet, a kupton? Se edhe ligji
e shpreh shumë qartë që 1.5 kilometra nga deri institucioni nuk duhet të ketë garnizon ushtrie këtu, më kupton? Kjo është e pabesueshme, nuk s'di çka të them, a kupton? Tani ky reparti, a kishte dal nga lista e Po, ushtrisë? do ta japim edhe dokumentin. Po, do më tregosh të gjitha. Po, i kam marrë çike dosjen. Po, ma sill dosjen, po ne do t'i tregojmë. Patjetër, ta tregojmë. Si që është problemi? Kjo me dekret presidenti i Republikës ka dalë jashtë planit për hapjes. Kur ka ndodhur kjo? Kjo domosdoshmë ka dalë që në 2012-2014 gjë e tillë që ka dalë me dekret jashtë planit për hapjes. Me dekret. Nuk është më ushtri. Nuk është më ushtri. Tash këto e kanë bërë me VKM ja japin firmës Kajo. Kësa e thonë të shti kompani private mrena institucionit Ministrisë Mbrojtjes. Ata thonë është kompani shtetërore, po? Po jo, s'është kompani shtetërore kjo, a kupton? Se ne pam dhe mediat, edhe mediat italiane e kanë akuzu këtë kompani, edhe në Bruxelles e kanë akuzu këtë kompani, ke parasysh apo? Më shumë kompaninë tjetër me cilën kjo po bën marrëveshje. Po, pikërisht, po, kupton, ke parasysh. Kompaninë izraelite. Po, kompaninë izraelite që po bën marrëveshje me Ardi Veliun, a kupton? Si vika ti, a kupton? Mirate, i ka vënë piketat të mbrapa ke toka, kupton? Po, i pa më të piketat. Po, piketat i ka vënë. Si vike piketat ke toka ime ti? Ku shiheti më që ve piketat ke toka ime? Juve s'dini gjithë fare. Fare më fare ka kështu rutinë, ke Nuk kanë pyet ata a ka pronar, s'ka pronar. Ato fare nuk duan me ditë për pronar, fare ato vinë, ke parasysh domosdoshmë si ç'a them ti sinkon aty sistemi o burrat të merrin me shoqërim komisariat, a kupton? Nuk i shohin dokumentat. Nuk i shohin fare. Fare thonë hiq në gjykatë. Si ka mundsi? Si të shkosh në gjykatë? Si unë do t'jap edhe me Po, ja ta mbaj unë këtë ty. Ta lexosh ti se Jo, ti do më tregosh dokumentat dhe unë do t'i vendos kur ti flet. Ja shive si thot. Ja i sekond. Po. I sekond që ka bëu kjo, kupton? Po. Prona numër 173 ish grup Debo Industrisë në sipërfaqe 3200 metra. To kanë marrë me hektar, to kontime, a kupton? Kanë marrë prona. A pse reparti ushtrisë është vetëm 3200 metra, se po mbone më çu pak lutem. Jo, se mos u çu. Jo, 3200 metra ai ka dal. Ai ka dal. Ke shtëpia, te kodra, ja po me tabelën që është pronë private, ti sa filmosh. Edhe atë, ke parasysh, ke sipër fare që nuk ka lidhje me dal. Po i pam që po shkoni lart, do vjen piketa edhe më lart. Edhe lart. Ndërkohë si del për shembull, si del eksperimenti 3200 metra. Se sta lejon ligji me dal ty, se shteti me institucion është 3200 metra. Si vjen me pronën time, vjen me Po si ta morën? Po me forcë. Jo më se me forcë nuk ka ardha, ai duhet këtë marrë në një vendim qeverie. Po, ato të që kanë bojë diçka që me VKM ja kemi kalu firmës Kajo. O ti zotri, se më ngon. Ai më ka mbyll derën, nuk më le me shku ke prona vëllai. Nuk më le mu me shku ke prona, ma ka mbyll derën me dry. A imagjino do çe bot kjo, edhe në Verhoxha nuk i bote këto punë që bëjnë to. Ma ka mbyll derën, ja do shkojmë atje, ma ka mbyll derën, ja. Pastaj, si ka mundësi si del jashtë perimetrit ti 3200 metra që ke do me mor gjithë pronën. Ndërkohë që me hipoteke ke 3200 metra. Tani këtu ku jemi ne, është pjesë e rrethimit? Se mund na vinë dhe këtu. Jo, s'ka pjesë rrethimi këtu fare. Mirë kjo. Ai ka dalë ke toka xhaja ke për që ka me certifikat pronësie. Ja, ka dalë mrapa institucionit, ka dalë mrapa atje ka vënë piketa dhe atje. Po. Ata thujtë tani neve. Ja, mbaj afër mikrofonin. Fol. Neve kadastra nga data si kemi dokumenta, ke dokumenta aty. Atë kadastër nxjerrë edhe ke. Ja, si vi data. Ja ku e ke. Kadastra, shefi shtabit përgjithshëm në një farë datë para 2-3 muaj, ka shku në regjistru pronën 174 dhe pronën 173. Që janë të tuaja. Që bëjnë pjesë tek prona e familjes tonë. Pavarësisht se reparti ushtarak. Tek prona e Dervishit. Familja Dervishit. Këtë kadastra ka këtë përgjigje edhe neve dhe shefi shtabit që aty ka pronar, edhe do bëhet me afishim. Me afishim publik. Kuj tako repartit, kuj tako pronarve. I ka thënë kadastra. Ja kom të dokument. Po. Unë isha para 2 ditë te kadastri, i thasë po 3 muaj kjo punë, po 2-3 muaj tash. E ke mrapa të që ka shumë shtabi përgjeshëm leta. Unë i thasë, kështu dhe ato po vinë me na rrethu pronë, tha ik larmoni policinë se ato s'kan drejta me pa dalë në afishim. Po. Ore këto më kanë ardhur me forcë të më dhonu mua më. To s'pyet as afishim as jo, kanë bënë gjithë ushtarët, gjithë policia dhe ai më. O ndëruar gazetar, a imagjino do ti hysh në shtëpi ti, kur hysh në shtëpi ti duhet trokasësh ke dera. Ai më ka ardhur, më ka vënë piketën ke toka. Ti ç'do bëjmë, do vritem ato?